Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi për të ndarë një lajm që në fakt ka qenë një lajm që na ka befasuar të gjithëve. Do të ndaloj tek Kiara Tito, një nga personazhet më të komentuara, një nga vajzat më të ndjekura në rrjetet sociale, tashmë edhe me faktin që është nën, domethënë shikueshmëria është edhe më e lartë sepse publiku shqiptar dëshiron që të di se çfarë Kiara bën me Luna Marin, si e kanë përditshmërinë e tyre, angazhimet e saj, jeta e saj, se çfarë në fakt Kiara sjell. Kanë qenë të shumta komentimet, kanë qenë të shumta analiza që janë bërë drejt Kiarës, por unë do të them 99% në mbështetje dhe në dashuri dhe në respekt për të. Çuditërisht, Kiara nuk është njeri që reagon. Do me thënë, pa marrë parasysh sa komente mund të ketë negative, pa marrë parasysh sa ofendime mund të ketë, Kiara nuk është njeri që reagon. Kiara gjithmonë ka qëndruar lart këtyre gjërave, sepse ka kuptuar shumë mirë se sa e ashpër është rruga e showbizit dhe se sa me ashpërsi njerëzit mund të shprehen ndaj një personazhi të cilin nuk e kanë në fakt në preferencë. Por ditën e djeshme, siç duket, një mesazh Kiarën e kishte lënduar jashtëzakonisht shumë. Kiara dhe Luizi, por më së shumti Kiara, në storin e saj, si çdo nën, realisht që ndan momente të bukura të fëmijës, teksa fëmia vizaton pak murin, teksa fëmia fëliq pak dyshemen, teksa fëmia bën ndonjë lëvizje që realisht prindërve ju duket lëvizja më e bukur në botë. Kiara mundohet këtë momentin ta ndaj me publikun, domethënë e ka Instagramin një dritare shumë të afërt me publikun dhe në fakt unë këtë gjë e vlerësoj, sepse unë i vlerësoj njerëzit të cilët i vlerësojnë fansat e tyre, ju qëndrojnë pranë. Por ditën e djeshme një mesazh në fakt që Kiara postoi më tërhoqi shumë vëmendjen dhe më vjen shumë turp nga zonja dhe nga nëna dhe nga gra që ne flasim për fenomenin grua, ne flasim çdo ditë për mbrojtjen e grave, çdo ditë vriten gra nga pikërisht nga këto urrëtiet, inatet, mllefet, xhelozira që kanë kundërdrejt njëra tjetrës. Një grua që realisht nuk ishte edhe e re, ishte në disa vite, shkon dhe i shkruan Kiarës ofendime të turpshme që është turp t'i lexosh nga një grua kundërdrejt një personazhi publik edhe një artiste. Kiara nuk është se kishte lënë vendin pa fshirë, domethënë sa për pastërti, sa për komoditet, sa për jetë të bukur, luksi, Kiara e ka dëshmuar dhe stërdëshmuar këtë gjë. Po thjesht domethënë ajo ndante një moment të bukur dhe të kesh kaq mllef edhe urrëtie ndaj një personazhi publik, ndaj një artistes e cila e ndan jetën e saj me fansat e saj në fund të ditës, sepse ajo i ka fansa, ato të cilët kanë shkuar ta ndjekin aty, e ndjekin pikërisht për këto gjëra, për ta parë se çfarë bën ajo, për ta parë se si funksionon ajo, për ta parë se si është jeta e saj. Nuk e ndjekin ato për budallalliqe që mund të bëjnë fenomeni njeri, dhe thjesht faktin ti domethënë të përdorësh gjuhën tënde të urrëties të mllefit kundërdrejt një gruaje, kundërdrejt një personazhi në këtë formë, mua realisht më duket shumë e turpshme. Unë dua ta përgëzoj Kiarën për guximin dhe dua t'i them që qëndroj gjithmonë e fortë, sepse këto njerëz nuk ndalojnë së ofenduari.